Sërbin Nenad Rashković nga fshati Dren, komuna e Zubin Potokut, i cili përjetoi dhunë verbale dhe abuzime nga ana e policisë, u dërgua në qendrën klinike të urgjencës së Serbisë, ku do të hospitalizohet. Drejtori i qendrës klinike spitalore të Mitrovicës së Kosovës, Dr. Zlatan Elek, më herët ka thënë për Kosovo Online se Rashković ka pësuar lëndime të gjithanshme dhe gjendja e tij nuk është stabile. Duke marrë në konsiderat shkallën e lëndimeve dhe që bet fjalë për politraum, në kurimin e tij janë të angazhuar një ekip i tërë mjekësh përfshirë kirurg, anesteziolog, ortoped, intervenist, psikiatër dhe neurolog. Rashkovićin sot në qendrën klinike spitalore në Mitrovicën e Kosovës e ka vizituar dhe kryekomunari i Zubin Potokut, Miloš Perović. Me shqetësim të thellë kemi marrë dieni për deklarime të jashtëzakonisht serioze për abuzimin nga ana e policisë kosovare dhe në përputhje me mandatin ton do të ndjekim me mjaft vëmendje rastin me organe përkatëse, deklarohet nga EULEX në përgjigjen me shkrim dhënë Kosovo Online për rastin e Nenad Rashkovićit, i cili tha se atë, 3 pjesëtar të policisë kosovare dje kanë marrë prej banesës së tij, pas të cilët e kanë lidhur pas një peme dhe më pas e kanë rrahur brutalisht. Në përgjigjen e EULEX, më tej theksohet se është ndaluar çfarë do lloj forme abuzimi dhe zbatimi në të gjitha rrethanat. Inspektorati Policor i Kosovës ka nisur hetim për rastin në të cilën pretendohet se është rrahur Nenad Rashković, ka thënë për Kosovo Online përfaqësuesi i policisë për rajonin e Veriut, Erduan Baliqi. Ai vonë për Kosovo Press konfirmon se policia mbrëmjen e djeshme ka vepruar në Zubin Potok, por që nuk ka informacione rreth asaj nëse ajo ka përdorur forcën ndaj ndokujt në atë lokacion. Ndihmës avokati i popullit të Kosovës, Srđan Sentić, tha se bazuar në detyrën e vet zyrtare, ka nisur çështjen për rastin e pretendimeve për sjelljen e policisë kosovare ndaj Nenad Rashkovićit. Pretendimet për abuzim fizik kërkojnë përcaktim urgjent dhe të plot të gjitha fakteve dhe rrethanave të kësaj ngjarjeje, tha Sentić për Kosovo Online. Kryekomunari i Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, vlerësoi se situata e sigurisë në Kosovë, e veçanërisht në Veri, nuk është absolutisht stabile dhe tha se çelja e urës kryesore mbi IB në Mitrovicë do të thoshte hapje e rrugës për persekutim të mëtejshëm të serbëve në Veri. Ai tha se qytetarët e Mitrovicës së Veriut me të drejtë janë të shqetësuar dhe se përfaqësuesit e lisës serbe këtë ja përsollën komandantit të KFOR në takimin e djeshëm. Radojević theksoi se rasti i Nenad Rashkovićit është vetëm kulmi i terrorit të policisë kosovare ndaj serbëve, veçanërisht në Veri, dhe se kjo ndodhi pasi veprimet e ndërmarra nga Albin Kurti në vitet dhe muajt e mëparshëm nuk u dënuan nga komuniteti ndërkombëtar. Në gjykatën themelore në Mitrovicën e Jugut sot u mbajt seanca me paditës Jordan Jakšić nga Zubin Potoku për caktimin e masës së sigurisë në procesin kundër ndërmarrjes IB Lepenc, që ka lidhje me Hotel Jezero në liçenin e Ujmanit, i cili u shemb më 30 korrik. Seanca tjetër është lënë për nesër në vendin ku ndodhej dikur objekti. Vasili Arsić, avokati i familjes Jakšić, tha se propozimi për caktimin e masës së sigurisë u dorëzua me procedurë urgjente, sepse ekzistonte rreziku nga urgjenia e dëmit të pariparueshëm, si dhe që familja Jakšić nuk do të tërhiqet nga padia. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës janë mbledhur në sallën plenare të Kuvendit të Kosovës, duke kërkuar nga kryesuesi Avni Dehari konstituimin e seancës për të thirrur vazhdimin e saj. Në sallë nuk kanë qenë të pranishëm deputetët e Partisë së Tretë Opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Para kësaj, ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Albulen Haxhiu, refuzoi sot që të mbajë konferencë për media, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës nuk braktisën ambientet e kuvendit. Këta të fundit në distancë kanë bërë thirrje që të caktohet vazhdimi i seancës konstituese të kuvendit, ndërsa më herët pati konflikt verbal mes Haxhiut dhe deputetes së Partisë Demokratike të Kosovës, Sala Jashari. Mëngjesin e të njëjtës do të ketë mo të kthjellët dhe të freskët, ndërsa gjatë ditës do të ketë diell dhe ngrohtësi të këndshme. Pas ditën në jug dhe lindje pritet ketë vranësira, ndërsa në rajonet më të larta mund të ketë rreshje lokale dhe bubllima. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 10 deri në 20 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale ditore do të jetë nga 28 deri në 32 gradë Celsius.